Mirëdita vëllezër dhe motra shqiptare, kudo ku jeni, në këto ditë tetori, nga vash, po I vjen fundi, do na vjen festa, do na vinë ndori, do na vi viti I ri, por nuk ka si të ndodhi ndryshe. Gjithmonë për te, tin kam qenë fëmi kur e shtar, Ani Andet e Cën dhe Rafaeli Erit e Dajua, dhe sot e bëm blu, dhe dim se bëm blu, se kemi mikun ton të ftuar, Rafael Todhe. Rafael, Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Gëzohem, jam bjen shumë I këndshëm. Faleminderit, shumë faleminderit. Jemi live në këto momente me mikun ton, me Rafael Todhon, një super djalë nga qyteti bukur I Durrësit, por mos harroni, rrenjët janë shumë thellë, janë në përmetin e luleve. E vërtet, kjo është e vërtet. Sot në podcast kemi një mik të veçantë, një shqiptar që jo vetëm ka arritur majat akademike, me drejtësi, me ekonomi, me zëmën e Europës, por edhe ka ndërtuar një karrierë të fortë në fushën e konsulencës financiare, I diplomuar në degët më sfiduese të kohës, nga politika ndërkombëtare tek ekonomia europiane. Rafael Todho është një shembull se si një shqiptar I përkushtuar mund të ecë përpara pa harruar rrënjtë e veta. Do flasim për financat, për sfidat, për emigracionin, për suksesin, për gabimet dhe për rrugën drejt stabilitetit ekonomik. Edhe njerë do të kemi parasysh, do flasim në sipërfaqe, nuk do futemi me kokë brënda, se çunat e baushtedhës ne I kemi xhan, çunat që punojnë në post ne I kemi xhan. Ne do t'i mësojmë me 3-4 pika për ta pasqyruar emigracionin më bukur, më ëmbël, që ata mos të gabojnë. Apo jo, ne jemi Rafael. Patjetër, do mundohem sa më thjesht edhe to. E ke parasysh vetani, do me thënë që neve do t'i themi që ta kuptojnë, se shikojmë shumë njerëz. Ajo është qëllimi. Por nuk u kuptuam, nuk kemi arritur asgjë. Bravo. Miku im, ne kemi bërë një pyetësor që pak a shumë unë e kuptoj që ti je jashtëzakonisht I përgatitur dhe më vjen mirë që more mundin nga një rrugë shumë e gjatë, erdhe pikërisht tek Dajua. Patjetër ka marrë informacionin që ti do marrësh që mund të banosh në Myni, por akoma nuk e ke vendosur. Duhet parë qik, se sot ke ardhur nga Gaboni, 4 orë, 5 orë rrugë. Tani, nga vash, unë të kam shumë xhan dhe faleminderit, është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, një djalë si puna jote që ka një përgatitje jashtëzakonisht të madhe. Dajo, sapo më çove ftesën, thash patjetër do vi. Faleminderit. Kam shumë respekt. Miku im, si e ke përjetuar kalimin nga Shqipëria në Gjermani? Unë kur kam ardhur në Gjermani ka qenë një situatë tjetër. Po. Praktikisht në atë kohë Gjermania ka qenë në një nivel dhe në një mënyrë jetese më të këndshme se sa sot, por gjithkush I përshtatës kohës së tij, sigurisht që në momentin e parë që dikush vjen në Gjermani ka gjithmonë ato kujtimet e fillimit dhe mban mend si thuash jetesën që ka pasur në ato kohë dhe shef ndryshimet gjatë viteve dhe patjetër është ajo nostalgjia. Po. Por sigurisht që unë kam aplikuar në atë kohë, pasi mbarova për drejtësinë në Shqipëri, kam aplikuar për master dhe kam fal pak, juve keni mbaruar juridikun në Shqipëri. Në Shqipëri, në Universitetin Shtetëror. Po. Dhe mbas aty juridiku? Pastaj aplikova, patjetër që gjatë periudhës së universitetit, studioja gjermanishten, dhe aplikova për një master që fillova në qytetin e Halle Saale, që është afër Leipzig. Dhe ishte një master europian, praktikisht ishte master midis Gjermanisë dhe Italisë, kështu që u diplomova pra në 2 universitete, në Universitetin e Halle Saale dhe të Università Katolika Milano. Miku im, çfarë të shtyti? Juridik, ekonomik, çfarë të shtyti aty brenda? Kush është goditja jote, miku im? Patjetër dëshira me pasur sa më shumë informacione. Praktikisht në ato kohë master ishte politik, juridik, ekonomik. Kështu që ishte treshe. Dhe në Universitetin e Katolikës ishte I fokusuar në politik, sepse Katolika njihet në Europë, jo vetëm në Itali, për anën politike. Miku im, cilat janë gabimet që shpeshherë bëjnë shqiptarët në financat e tyre? Si mund të ndërtojnë ata një të ardhme të qëndrueshme ekonomike? Se jemi në Gjermani, secili merr çantën në kuris, ikën te puna, nuk e di qa ben, qohet në orën 6, vjen orën 6 mbas dite, një të shtunë diel pushim, me stilin tuaj, që jeni profesionist në të fush, çfarë do t'i themi I miqve tanë të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, që pikërisht na ndjekin këto momente? Së pari, shqiptarët duhet të mësojnë të planifikojnë. Praktikisht, shqiptarët kur vinë në Gjermani, ose më saktë nga
mënyra se jam mësuar në Shqipëri, Kosovë ose në Maqedoni, është jeta ndryshe. Së pari sepse kanë pasur banesën e tyre, ndoshta kanë qenë në familje e tjerë dhe rreziku për të falimentuar ose për të shkuar drejt fundit është shumë e vështirë. Është më i vogël, shumë më i vogël se në Gjermani. Në Gjermani normalisht kur një person vjen në Gjermani, duhet menjëherë të mendoj për një planifikim dhe çik dhe për të ardhmen, jo vetëm për të tashmen. Domethënë me pak fjalë duhet bëj një planifikim. Duhet bëj një planifikim. Pastaj, në momentin që ka kuptuar që planifikimi është i domosdoshëm ose është i detyrueshëm më saktë, atëherë fillon të hyjë në fushën e investimeve, që janë investime të cilat mund të fillojnë dhe nga shumë pak lek, por dhe më shumë. Pra të shofi diçka ku të mundohet të fitojë në mënyrë pasive. Nuk do të thotë që do bëj një fitim jashtëzakonshëm, por do mundohet që të shmangi ato humbjet që mund të jap inflacioni, të mundohet të ketë një konto veç, se qëllimi është të ketë një konto veç, që në rastin më të keq, t'ja shpjegojmë shqiptarëve, çdo të thot konto, Rafael, të lutem, please. Atë qëllimi konto, ku ti thon konto? Të lutem. Atë mënyra më e mirë është të hapi një bank ku ti shkoj rroga. Do me thënë të hapi një numër llogarie në X bank. Në një numër llogarie ku ti shkoj, ku ti paguhet rroga çdo muaj. Dhe nga aty, siç kemi pas bërë atëherë që kemi pas ato, si thuaç, ato dërkucat e vegjël që fusin. Ato që fusin ne kështu, ato për vitëri që na i dhe babi dhe mami, që i ne i kaçol aty brenda, që i ruanim. Në Gjermani ka ikur koha saj. Koha më e mirë është që të hapi një llogari tjetër bankare që ta ketë vetëm për të futur rezervat që ai ka. Të lutem, i dalin shqiptarëve për të futur lek aty, del Terezia, se është o zot, janë ngritur çmime, të lutem. Vështirësia shumë e madhe, por llogaritë sikur nga 20 euro në muaj të fusin atje. Në fund të vitit e kanë një gjë rezervë. Në rastin më të keq që ngelën një herë, që ngelën pa punë. Moskur, po. E kanë një gjë rezervë. Pastaj është dhe tjetra që unë ja kam thënë të gjithëve, që në Gjermani nuk punohet si në Shqipëri. Pse nuk punohet si në Shqipëri? Atëherë duhet të interesohen, të marrin informacione, sepse ka dhe lloje sigurimesh që t'japin siguri që ti nesër në rast se ndodhi diçka, moskur, po. Kesh mundësi të paguash një avokat, kesh mundësi të paguash pra për mbrojtjen tënde. Do me thënë, ne mund t'i themi dhe shqiptarve me pak fjalë që në momenti kur ata janë këtu, janë disa tarifa të voçka që ta mund të pagojnë një X lek që ti kenë kështu. Se moskur duhet avokati, moskur ke një problem për shëndetin, moskur ke një problem për karambolin e makinës, e shumë gjëra tjera. Do me thënë, mund të bëjmë një paketë të vogël që këta mund ta pagojnë, apo jo? Që patjetër që çdo kush, për mendimin tim, çdo kush ka mundësi ta paguajë. Jo një person që është pa punë, ai që është pa punë, sigurisht që ai automatikisht nuk mund të paguajë asgjë, por në momentin që një person është i punësuar, duhet të ruhet që të ketë këtë nivel dhe ky nivel mos t'i humbasi. Kjo është ideja. Pra në momentin që ai nesër larg qoftë pati një problem që kompania u mbyll, mos themi pjesën e rrezikut, mos të dali më njëherë në rrugë dhe të thotë u bubuja, po të ketë kohë që të gjej një punë tjetër, ketë kohë ndoshta në mënyrën sepse kompania ka disa mënyra, mund të falimentojë, por dhe mund të mbylli për dëshirë, por dhe mund të përzdej. Janë disa aty që takon. Se problemi është kemi dhe sa dallave regjin në kuptimin e mirë të fjalës. I mori, bëri goditje, bëri gol, mori lekët iku. Ndërkohë ti ke lekët e rrogës, ti ngele pa buk, ti ke kredim për paguar, ti ke ilaçet e babit e mamit në Shqipëri për paguar, ti ke marr makinën me kesë ke për paguar. Ndërkohë koka me peshqir, apo jo? Ajo është, dhe kjo është ajo që ne po mundohemi të informojmë pra bashkëdhetarët tonë që ka disa mënyra që të mbrojeni, që nesër në rast se larg qoftë ndodhi diçka, jemi mes Gjermanisë, nuk jemi si thuaç në Afrikë, pa dashur të ofendoj asgjë. Pa dashur, kemi miq tanë. Kemi miq, por jemi në një shtet që ka organizim, jemi në një shtet që ka mundësi, pra duhet thjesht që njerëzit të informohen dhe të veprojnë, jo në momentin e fundit. Do më thënë, jo kur i vjen veza pika atje, o bo qa bera unë, o Rafael ku i e më ndimohesh e tanë të bjerë. Do më thënë, du të kenë një planifikim, apo jo? Gjithë e din që, si që tu dhe ti, ke avokati kollitësh. Po kollitësh, da jo, brekocka do ujtë të këndoje. E ti keqen, po su kollitës ke ku vete, da jo. Unë ashtë mos kollitet a i, të kollitet siguracioni. Bravo. Miku im, andikom edukimi financiar në shmangjen e stresit? Patjetër. Nuk e di si do duket si se është pak pyetje pikante, është pikante dhe është e goditur dhe pikërisht është kënaqësi që flet me një si puna jote që më kupton në këtë lloj stili. Edhe një herë, andimon edukimi financiar
në shmangjen e stresit. Çfarë do t'i themi miqve tanë që na ndjekin në Instagram, TikTok, Facebook në këto ditë tetori të ftohta, se është ftohtë. Kemi marrë batanie. Ftohtë shton dhe stresin, sepse nuk ka diell. Është kjo, edhe një herë portalet ta marrin këtë ftohtë, shton dhe stresin, por mos haro, kur ke ftohtë i ke dhe xhepat bosh, onene, i ke dhe xhepat e grisur, o zot. Po, ju presim. Pra, normalisht, kur ka një siguri financiare, stresi është më i pakt. Pse? Sepse çdo rrezik që mund të kesh, çdo goditje që mund të marrësh, çdo hap të gabuar, ke një mundësi që ta zvoglosh dëmin duke marrë nga rezervat që ti ndoshta ke nga pjesa e sigurisë financiare. Por në momentin kur jetohet dhe punohet për euron e fundit, ajo gjë ka marrë fund, sepse në momentin kur një person nuk arrin ose nuk din, sepse për mendimin tim shumica nuk din. Domethënë nuk din, nuk ka kanë ata informacionin e dur. Dhe me sa kuptoj unë këtu informacioni blihet me lekë, unë se kuptoj dot. Domethënë për të dhënë një informacion, këtu këtë tjetër kërkon lekë, nuk e di sa e vërtet është, miku im. Besoj që po, ka dhe informacione që mund të merren ndoshta dhe falas, por ke informacionet falas do dhe kujdes, sepse pjesa më e madhe e informacioneve falas ndoshta janë dhe të gabuara. Kështu që e mira është që informacioni të zgjidhet, por gjithmonë është mundësia për të marrë informacion, po duhet të kesh dëshirën për të marrë informacion. Se shumica nuk e kanë dëshirën për të marrë informacion. Po, miku im, vazhdoj me pyetjen e radhës. Çfarë ndodh nëse nuk e kupton mirë një kontratë që nënshkruan? Shikoj shumë shqiptar, miku im, që kanë një kontratë për të blerë një shtëpi, për të marrë një kredi, për të bërë një siguracion, për të vajtur te doktori, për të vajtur mos kur të hallet e problemet që kanë çdo shqiptar. Të lutem shumë. Çfarë do t'i themi shqiptarëve? Atëherë, kontratat janë shumë të rrezikshme në Gjermani, sepse një kontratë mund të çojë deri në atë pikë që të shpallësh falimentimin, deri në atë pikë që të humbasësh çdo gjë e tjerë. Megjithatë, asnjë nuk do të arrijë kurrë t'i kuptojë kontratat 100%, sepse në qoftë se një person merr kontratat dhe i çon të gjitha ke avokati çdo lloj kontrate, atëherë kosto e kësaj shkon aq e madhe sa nuk do arrihet kurrë. Është mirë që personat, pra bashkëdhetarët tonë, të mundohen të gjejnë persona tek cilët të kenë besim dhe t'ja besojnë këtë gjë dhe të vazhdojnë në këtë vijë, sepse në momentin që këto bashkëdhetarët tonë do mundohen me ChatGPT të përkthejnë një kontratë. Se shikoj kohët e fundit tani, bëj pyetje, e bëj shejtan, e shikoj chatin, e bëj chatin. Nuk e di, nuk është puna jonë për të bërë kritika për chatin, por e shikojmë edhe kur veten në tualet, po pyet chatin si ti iki. Ka informacione shumë të mira, por duhet dish ti kuptosh. Duhet të dish ti kuptosh. Patjetër, nuk mund të kërkosh informacion mjekësie. Nuk mund të kërkosh informacion juridik dhe thush që këtë informacion që e mora, kjo është super dhe si kjo nuk gjen në asnjë vend. Pse? Sepse avokatët, po t'ishte ashtu s'kishin nevojë fare për avokat. Avokatët ato shikojnë, ato kleçkat, ato minus, ato pluset, ato pikat e vogla që patjetër po. Patjetër, dhe për një gabim të vogël, për një fjali teke, një person merr një godin me qera, një dyqan me qera për biznes, dhe pse ajo fjalia qëndron aty që ky person pra nuk mund ta shesi ose nuk mund ta japi ose nuk del dot nga kontrata për 10 vjet. Se kemi një pyetje më poshtë, se shikoj aty domethënë, si kuptojmë që këto marrëveshje janë mashtruesa? Se i shikoj 3 qereku këtu janë ortak të një prillit, mashtrojnë. Si do ta kuptojmë ne këtë, miku im? Si e kuptojmë? Është vështirë me u kuptuar, por gjëja e parë që unë i them, mos firmosni kurrë. Mos firmosni. Merreni me vete. Domethënë, mos ta marri stilolapsi në dorë, mos ta firmosi. Fare. Merre me vete, edhe koke, dhe një përkthim mund t'ja bësh, dhe dikë mund të pyesësh, nuk të detyron njeri dhe asnjëri nuk është i detyruar të mbyllë një kontratë brenda ditës. Ato persona, dhe këtë e bën gjithë, qoftë me imobiliaret e tjerë, mundohen gjithmonë të ta japin kontratën në momentin e fundit. Atëherë dhe ti i thu, shumë bukur, e mora kontratën tani, do ta lexoj dhe është detyruar të presi dhe fiton dhe respekt. Ka fat Rafael, ka fat. Domethënë nëse ti mua më jep një kontratë, afati 24 orësh nuk ekziston. Nuk ekziston. Domethënë nëse ti mua më jep një dokument, një letër, unë e marr, e shikoj brenda javës, unë kam drejtë të them një përgjigje. Sepse në shumicën, tash mos flas për gjitha, por shumicën e kontratave ke mundësinë të tërhiqësh brenda 14 ditëve. Pra, shikoje kontratën, lexoje dhe pastaj. Edhe një herë e kuptuat apo s'e kuptuat. Të gjithë çunat që kanë jallë, që kanë një problem, jo kontrata këtej, jo kontrata ande, e shumë gjëra tjera. Mos e merr kontratën, merre stilografin e dajës, si lexon podcast, edhe o burra firmose. Jo, merre, shikoje, kemi një mik, kemi avokat, kemi jurist, kemi një që ka vite në Gjermani. Mos e firmos.
kujdes, ke 14 ditë kohë në krye të 14 ditëve, ose ta gëzosh, ose urdhë vlla im, kjo nuk ishte për mua. Një biznes që nuk funksionon, nuk ka pse të firmoset. Bravo. Nuk është puna thjesht o burra pa hapin biznes. E para, e dyta, gjëja kryesore që do them dhe tani është për pjesën e largimeve nga puna që i firmosin shumica. Do me thënë, si the mu... Marrëveshjet. Kundigum, qa që dhe kundigum? Jo kundigum. Jo kundigum, se use di dhe mirë emri. Është mirë. Po? Por ka çat bëhet, pronarët japin një tip letër marrëveshje ku shkruajnë që unë nuk të detyrohem asgjë, ti nuk më detyrohesh asgjë. Po. Dhe kjo gjë është e rrezikshme, sepse nëse firmoset, të gjithë detyrimet që pronari mund t'i ketë ndaj punëdhënësit, ai e ka firmosur dhe del me buskuqe. Prandaj kujdes edhe një herë, juve që jeni të punësuar, kujdes tek letrat e dokumenta që ju japin pronarët. Duhet të keni shumë kujdes me firmos. Mere, shikoje, analizoje dhe ketë drejt 14 ditë. Po ky kundigumi ç'është ajo? Se kam dëgjuar kundigum. Ma shpjego pak atë lutem. Kundigum, pra mbyllja e kontratës, largimi nga puna. Kjo është diçka që mund t'i ndodhi çdo kujt. Mund të jetë largim i rregullt, me marrëveshje të saktë, të prerë, të mirë. Sepse pronari thotë, unë kam marrë në provë, nuk më ka pëlqyer, ke 2 javë kohë, t'jap largimin. Ka të drejtë ai mos gabon. Ka të drejtë. 6 muajt e parë ka të drejtë. Pa ka drejtë. Me probet saj si i thon pro kontra. Pra ka drejtë të shikoj, thotë, nuk më pëlqen si punëtor, por do i përmbahet asaj kontrate që ka, pra ato 2 javë të provës duhet t'ia paguaj. Stilografin firmos e ike apo jo? Pa firmos fare. Atë nuk e firmosin. Atë kundigun, pra largimin e firmos vetëm pronari. Që kanë drejt largon dajon, miru pafshim, kalosh mirë. Miru pafshim edhe mbaroj. Nëse të kërkohet me firmos dhe ti, mos e firmos. Atë është me dhimbje. Ka dhimbje barku atëre. Sepse s'ka detyrë njëri me firmos. Pra unë kur të largoj njëri nga puna, i jap largimin. Brenda 6 mujorshit. Dhe pas 6 mujorshit mund ta largosh dikë, por ka kushtet e tjera, duhet t'i japësh 2 paralajmërime, pastaj ta largosh. Nëse largon pa paralajmërime, bëhet një çështja e diskutueshme që mund të shkojnë gjyq etj. Por largimin e ka të drejtën, për largimin e ka të drejtën çdo pronar. Ta kuptoj. Por, nëse ka kaluar 6 mujorshin, i ngel faj pronarit që nuk e ka kuptuar që ky punëtor nuk që ka i sakt dhe i bëhet më e vështirë puna për ta larguar. Po. Miku im, çfarë të ka mësuar më shumë jeta profesionale në Gjermani? Se e shikoj që je shumë i ngarkuar, e kuptoj që telefoni jot shqyqy që e lam ande nga dhoma tjetër se u çmende. Ke gjysmore që ka ardhur tek mua përpara dhe telefoni jot nuk pushon. Të lutem shumë, çfarë të ka mësuar jeta profesionale pikërisht në të Gjermaninë e bukur? Gjermania, siç e thash, është konkurrencë plot. Pra jeta profesionale të mëson që për çdo gjë të jesh skeptik. Po. Pra mos veprosh pa menduar, mendo mirë, mos të shpejtohesh, dhe gjithmonë të kërkosh më shumë nga vetja dhe nga tjerët. Po. Pra nuk të fal askush në Gjermani asgjë. Për gjithë ata që mendojnë që do vinë në Gjermani dhe do shohin fush me lule, nuk ekziston. Ndoshta mund të ketë ekzistuar shumë vite më parë, siç thash, në kohën kur kam ardhur unë ka qenë pak më e thjeshtë, por bëhet gjithmonë e më e vështirë. Jeta profesionale thotë që duhet të jesh korrekt, duhet të jesh profesional, dhe më pas të kërkosh atë që ti realisht dhe mund ta kërkosh. Pra jo të kërkosh, siç i themi ne, qiqra në hell, por të kërkosh duke u bazuar ke cilësitë e tua. Çdo kush duhet di çfarë cilësish ka. Por dhe duhet kuptoj që kur vihet në Gjermani do kesh sfida. Kur vjen në Gjermani do vitë shkokën me Shami, thot ajua. Po vjen në Gjermani i del viza aty, thot te ande, nga ana tjetër vjen në Gjermani, mendon që nesër do filloj punë, pas nesër do marri rrogën, mendon nuk ka kokën leku në xhep, do paguar qira e shtëpisë e shumë gjëra tjera dhe mendon gjithmonë mbrapa. Dhe janë disa pasaj në rrjetet sociale që na shkruajnë, na thonë, "O dajo po unë isha mirë, unë jam në Shqipëri, miku im. Unë prandaj po vi." Prandaj kujdes, ata që vinë në Gjermani, more vizën, merr 2 lekë me vet, se do paguar qiran e shtëpisë. Dhe rrogën në Gjermani nuk vjen sot do punë dhe do t'i japi nesër Raveli rrogën, apo jo? Po do hashje. Kryesore, do hash. Bravo. Do ushqesh. Megjithatë, kjo është një këshill që unë para shumë vitesh, që fillimet e para kur fillon. Po mos gaboj unë plus minus sa vite do bën në Gjermani, miku im? Gati 13-14 vjet, gati. Po ju të 15 po. Këto këshilla i kam thënë që para shumë vitesh dhe i kam thënë që minimalisht duhet merrni një 2-3.000 euro me vete. Dhe nuk do të thotë që do qerasni njerëzit, por ta keni për vete, sepse vetëm banesa që do gjeni ose dhoma atje, mund t'ju kërkoj një kaucion. Dhe ai kaucioni ti hoqi 1.000 euro te para nëse është diçka e vogël. Automatikisht. Dhe do të ngeli një diçka 1.000 euro, por
mund të duhet me shku në punë me një distancë. Pra do pagush duhet një abone. Duhet një abone. Mund të duhet të presësh deri 40 ditë për me marrë rrogën. Pse? Sepse rroga 30 ditët e para jem punë, do dali fleta rrogës nga kontabilisti, mund shkoj me datë 10, mund shkoj me datë 15. Si e thon asaj që del rroga, miku? Lona, po do flasim herë tjetër me ato lona. Janë ato lona që je pronari, Po. Ato ti jep ku dërgohen, ato dërgohen në telefon, ato dërgohen te posta, dërgohen në bank, ku dërgohen ato, miku im? Ato mund të japi edhe me email, po, pra lejohet. Po. Ndoshta edhe me WhatsApp, se tash është teknologjia, nuk ka problem. Rëndësi ka që punëtori ti ketë mbledhi, sepse në fund vitit mund të bëj një deklarim të ardhurash dhe i kthen taksa mbrapsht. Te i kthen shumë saktë. Kjo është gjynaf sepse humb. Miku im, si është të punosh me shqiptarët në këtë fushë? Unë e shikoj që ti je mos gaboj, nuk e di nëse ma le të drejtën ekskluzive, mos gaboj, ekipi dhe stafi juaj ke shqiptar. I ke zgjedhur si punë e Mesit me Ronaldo. Ke zgjedhur një ekip dhe një staf shumë të mirë që ne e përshëndesim këto momente. Nuk e di si është kjo punë. Shqiptarët ndahen dy grupe. Po. Ka shqiptar dhe unë më shumë i ndaj kryesisht edhe me kohën kur kanë ardhur në Gjermani. Po. Ato që kanë ardhur ca vite përpara janë përballur me shumë sfida, sepse nuk ka pasur shumë shqiptarë që t'i jepshin nga i dorë, t'i ndihmonin, dhe janë mësuar me jetën dhe janë bërë shumë të saktë, më të saktë se gjermanët në raste të veçanta. Kështu që unë shqiptarët ndaj me dy grupe, ka shqiptarë që janë shumë të saktë, me cilët punohet jashtëzakonisht shumë mirë, të cilët të përgjigjen dhe duan që biznesi jot të heci, pra e ndjejnë dhe e përjetojnë atë biznes. Ka dhe shqiptarë të tjerë që vinë thjesht për të prishur. Me duan xhepe për të prishur. Por është zotësia. Besoj se je aq profesionalist sa ti shikosh këto gjëra. Çfarë mendon për të ardhmen e komunitetit shqiptar në Europë? Çfarë mendimi ke, domethënë si jurist je? Është një komunitet që po rritet nga ditë në ditë, komunitet që besoj që po t'i bëj llogarit siç duhet, do jetë një komunitet shumë i fuqishëm dhe do japi mundësinë që emri i Shqipërisë të rritet shumë. Për më tepër, sepse kam raste shumë konkrete, pra raste miqësie, njerëz të kualifikuar, informacione që vijnë ty dhe në rrjetet sociale, patjetër, që kanë arritur majat. Dhe këto persona, tash është pjesa që ora dhe momenti duhet të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Dhe se shikoj, miku im, një pjesë të shqiptarëve që janë të përgatitur, që janë jurista, që janë avokat, që janë doktora, që janë kirurg, ja para jush para ca kohësh kemi patur një mikun ton, kemi patur doktor Naserin të dentistin. Episodin para jush. Imagjino çik, o zot. Dhe se kuptoj, pse nuk bashkëpunojnë, miku im? Shiko, ka një farë frike, me të drejtë, që shqiptarët kur vinë paktën këto pjesa e re që kanë ardhur, një pjesë nuk përshtaten direkte dhe kanë pak vështirësi dhe kuptojnë jetën në Gjermani ndryshe. Dhe kjo i trem sepse asnjëri që ka biznes nuk don të ketë këto konflikte të kota, sepse normalisht në Gjermani ka diçka që shikoj që nuk bashkëpunojnë, miku im. Nuk bashkëpunojnë, janë shumë të thatë, janë shumë pse nuk japim dorën? Paf, opa, shtyu, ec. Duhet se Gjermania nuk është jotja, nuk është shimja. Patjetër. Duhet dhe besoj që do thyet kjo ideja që me shqiptarin nuk punoj ose me shqiptarin shmangem, sepse shumë veta e kanë parë që bashkëpunimi midis shqiptarëve ka sjellë fryte shumë të mëdha. Dhe kjo kohë ka lëvizur, pra ka filluar që shqiptarët të bashkëpunojnë, ka filluar që shqiptarët të japin frute nga këto bashkëpunime, por do zgjasi dhe pak derisa të arrihen ato bashkëpunimet e mëdha që ne themi si ka mundësi që kemi 10-15 firma ndërtimi dhe nuk kemi një super firmë ndërtimi që do jepte të gjithëve për shembull mundësinë të ngrente dhe emrin e Shqipërisë. Etj, se mora shembull firmë ndërtimi vokale. Miku im, a ka Rafaeli në një ëndër që ende nuk e ka realizuar? Të shikoj që një njeri me projekte, të shikoj që nga momenti moment je si puna asaj gështenjes që ti pëlqete dhe nuk di do të shikoj një entuziazëm, shikoj një përgatitje jashtëzakonisht të madhe nga ana juaj, një profesionalist i vërtet. A ke një ëndër që pikërisht është tek ai sirtari, por me kush? Nuk është se te sirtari në Durrës, te prindet tu, po është një sirtar që është në Gjermani. Dgjoj, ëndra është që ta shikoj mirë Shqipërinë në një nivel që nuk ka qenë më parë dhe në një nivel që t'i përshtatet Europës. Dhe ëndra është që ne në Gjermani bëjmë një grupim të bukur dhe ky grupim
të vendosin ndoshta dhe kushtet ose të ndikoj që dhe Shqipëria atje ku është të japi ose të heci para ashtu si qesin dhe shqiptarët nëpër Europë. Sepse nuk janë vetmit, kemi njerëz jo vetëm në Europë, po dhe nëpër botë në Amerikë që kanë arritur majat, dhe është turp që shqiptarët gjithmonë kudo që shkojnë arrin majat, por në Shqipëri kanë ngecur. Dhe kjo është ëndra që ndoshta këto njerëz janë nëpër Europë, nëpër botë, të arrin një pikë ku të bashkëpunohet dhe të arrihet, si thosh ajo piramida, dhe të arrihet maja piramidës, dhe nga maja piramidës të zhbllokohet dhe ai sistem i të kurrur, i bllokuar në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni pranë në trojet tona. Po. Miku im, nga vash emisioni ton po vjen fundi dhe nuk ka se të ndodhi ndryshe me një mik si puna jote. Nga ky ekran, nga ky mikrofon i bukur, në këtë freskit tetori, mund të themi, të lutem shumë. Çfarë do t'i themi shqiptarëve tan pikërisht çdo të thot fjala Gjermani, çdo të thot fjala emigrim. Zanati jot, puna jote që ti bën, jo për një orë të rish në emision, po do një natë dimri e të kapesh me siguracionet, që bëjmë punëdhënësit, e me ato të makinave, e kujdes me kontratat dhe gjithçka. Por këto do të realizojmë nga vash. Unë jam gati duke përgatitur edhe një libër, jam gati duke shkruar një libër pikërisht për shqiptarët që janë të arritur në Gjermani. Nga vash edhe ju do të keni fletët tuaja për të shkuar tek ai libër. Çfarë do t'i themi shqiptarëve nga ky mikrofon? Por mos harroni, Rafael Todhe mund ta gjeni në Facebook, në Instagram, në TikTok dhe në rrjetet sociale. Mundoni të bëni pyetje të sakta. Kujdes se her pas here edhe bezdisni, s'keni qa pyetje bëni kot, o Rafael gjela këtu, ora mundoni ta artikuloni mirë pyetjen. Që kur ta bëni pyetjen, edhe Rafaeli dhe ekipi dhe stafi që ndihmon Rafaelin, ti shikoj dhe ti bëj. Rafael, çfarë do t'i themi shqiptarëve? Kornizën dhe kartolinën e bukur. Unë dua t'i them shqiptarëve që dhe pse ka humbur kjo ideja, kjo perspektimi i Gjermanisë, unë do t'i them që Gjermania prap mbetet vendi i mundësive. Por ka rregullat e veta, tu ndjekur rregullat, duhet të punohet me mendje. Gjermania është vendi punës dhe i mundësive, sigurisht që kur vihet nuk pretendohet direkte të arrihet maja, por duhet një herë të ulesh, të punosh, të shikosh si funksionon, të mësohesh me atë pjesën e punës dhe rregullores në Gjermani, dhe më pas, pse jo, lufto, të arrish dhe ti çka. Pra këtu është, prandaj them është vendi i mundësive, është mundësia që ndoshta të jeni dhe pronar ju nesër, siç jeni sot punëtor, të arrini të bëheni dhe pronar, por bëjeni gjërat me plan dhe me shmangur sa më shumë pengesat. Sa më shumë do keni gjithmonë pengesa. Patjetër. Por mundoni që t'i kaloni me siguri dhe jo me, pra frika nuk ndihmon asnjë, e para. Frika nuk keni pse të keni frikë. Por gjithmonë mos u shpejtoni se ne shqiptarët jemi çik. O burra me vrap se iku Gjermania. E kuptoj, shikoj disa pyetje që bëj, disa domethënë që në jetën e përditshme o burra me vrap. Ktu është Gjermania, nuk ikën miku. O burra do bëj këtë, Merre but, merre ëmbël. Patjetër. E të keq ndaj ua. Miku im, ishte kënaqësi që ishim bashk dhe me një mbyllje të bukur që do t'i bëjmë ne pikërisht të emisionit. Në një botë ku shumë flasin, por pak din të dëgjojnë mikun tim Rafaelin. Është një nga ata njerëz që nuk të mbush menden me fjalë të bukura, por me një përvojë, di edhe një zemër që rre ende për Shqipërinë tonë të bukur. Sot na tregoj, me suksesin nuk është vetëm një titull universitar apo pasuri, por qetësi shpirtërore, ndihmë për të tjerët dhe kthim tek vetja. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit dhe kur s'kam për të harruar këtë emision kaq të bukur, këtë episod jashtëzakonisht të madh. Miku im, dhe pyetja e fundit që dajua gjithmonë bën. Juve jeni beqar apo i martuar? Jo, unë jam i fejuar. Fejuar, po. Fejuar, kështu që drejt martesës, kështu që besoj dasmën do ta bëjmë në Gjermani apo në Durrësin e bukur. Do të shikojmë, me thënë drejtën, familja ime është një familje vogël dhe kjo ndoshta do sjellë që mund të bëj një dasëm të vogël. Një ceremoni të vogël, po.
Miqtë e mi, ishte kënaqësi shumë e madhe me mikun ton, me Rafael Tollen, pikërisht në këtë ditë të bukur. Unë ju përshëndes, ju kam shumë xhan, kalofshit mirë.